Faleminderit trajnerit Dritë Rosefaja që sonte me neve. Faleminderit Naim. Edhe po ashtu Donat Rexhepit, basketbollistit të KB Dritës që po ashtu na është bashku sonte. Faleminderit. A jeni adaptuar me realitetin e ri? Qëtash po, se kur vetë sa fitum, po të kalëzit drejt halojë më konë alert, gati me lu halo, apo të po. Nëse qëtash jena relaksu pak, atë ne kena pranu realitetin që fitum ma më fund s'kena mo punë, kena pushim kështë që mirë. Trajner? Te këta është stresi e gjithçka, po adrenalina e lojës nuk është që i lënë më fokusu veç te rezultatet, te jo pak më ndryshe. E vërtet. Qërë ka qenë një sfidë goxha e madhe, po ka qenë prej fillimit adrenalinë e madhe për neve, se me marrë ekipën në qatë pozit, ku kohën vend 7-8 tabele dhe me ardhë dhe i qëtu nuk o konë bashkollaj. Kështu që definitivisht është një farë relaksimi, shtash masi u kry gjithë shka, edhe po të shojmë. S'ko me pas një edhe bashkë shumë kohë me pushu. Për juve jo e vërtet, se nisin projektet. Për të dytë, në aspektin e ekipit, çka ka bot veçant Dritën këtë sezon, edhe te trajneri e njëjta, po prej perspektivës trajnerit çka ka qenë veçant e Drita si vjet. Te kjo rrugtim. Okej, për neve, për lejtarët u konë, dyshysh, u duf me përbi krenarin këtë lejtarët, se jena orët këtë shumë paprit masë, shumë shpejt jena mbledh këtë, më thonë. Dhe këtë kena njof njëni tjetërin, kena lu këndër e kena lu bashkë, po tash me të njëjtë në ekip, me një farë misioni matë malë se vetë ja. Kështë që u duf do kohë, ka kalu adin, kena kalu do sfida nër me veti, ku këtë u duf më fund me pranu rolin e vetë, dhe nuk u konë letë, po besoj që e kena bu mirë dhe jem çudit në fakt, po shpejt e kena më rri që atë farë niveli, edhe pse ka hera apet u duft mos më relaksu që shumë, a vedin me luftu, me mojt vetën accountable, që me thonë. Po, me përgjithësi. Po, me përgjithësi, dhe me thonë që ashtë edhe, a vedin, në fund jam i knasht me adin eksperiencët tam në Dritë me ekipën. Ja ka vlejt. Po, normal. Sfidë u kom për fillimet, sfidat kam vazhdu mu ndru në forma ndryshme, njerë o kone a kena me mujtë me lujtë bashkë, ma ndi kore kanë marrë hovin lojtarë, se do mas sikur u kry kupa, se do mas ka fillu me djetë, të lojtarë fillon me pas një romje, dhe në aspektin psiqik, do këtë vete që je maj mirë edhe s'ki nevoj me punu mo, që aty është aja roli ku du të me ndiku treneri me majt disciplinën, me majt nivelin e punës, edhe sfidat kanë fillu me ndryshu për kohës në kohë, ma ndej adaptim në lojt basketbolit dhe playoff i ke veç një farë historie në vetë i kejtë, komplet. Amo ke arrit me bo ekip, në fund, që ka qenë edhe qëllimi. Se pa qenë ekip besoj nuk ish arrit kjo. Nuk ka pas shansë, e din donat e donë takimin e parë kërë kemi majt, jo servitin, takimin e parë kërë kemi majt në shkrimi kontrata e tjera, pa ta të regu në fillim që pa të mbo ekip kejtë dhe donë ndryshimi stafit, ndryshimi lojtarëve në vjetor. Kërkesa e parë u konë prej jamja prej lojtarëve u konë mu adaptu në gjdo sfit që na vjen. Edhe gjdo herë kur ka ndodhë diçka, gjithmonë i konë përkujtu çka u konë kërkesa e parë eme, regula e parë eme në qëtë ekip. Kena mu adaptu në gjithë çka na sjell, s'po tham jeta, po sezoni që ka na sjell gjatë kohës, edhe në që të jena munu me bo në stop, herë kena pas ngecje, lëshime, po besoj që djemët kanë tërgu shumë karakter të fort që kanë rrinë fund me e konkretizu gjithë që ka në sukses. Me Donatin kisha pas qef me diskutu momentin ma të rëndësishëm të ndeshjes dytë finale janë sfida, dhe më thonë, vendosë në sekundat e fundit. Nëse i thu dikujna sfida vendosët sekundat e fundit, është aty ku rre zamra mas shumë, dhe më thonë, aty ndodhë gjithë shka. Je asistus të koshi i fundit që i asiguron Dritës kualifikimin në Super League. Tregomi pak që ato momentet e fundit, se na e shojmë kështu, po qysh njët basketbolisti mrana, qysh e ke përjetu ti? Po, tash për shembull, nëse e shef videon, para asoj bujna faul të rënda syla, po, që ju konë në fakt të na mytë të njërin,
edhe ja bën faul aty edhe pse s'kam edhe ndakor me çat faul pak një farë si proteste, po u dëshke tani me qetësu veten. Nëse më shem video, një më të e mot tupin si në futbol, dhe më thonë të e mot tupin para se më veç adhe me hek vetën pej nervoze, edhe tani ja ktheva refere, thash hajt. Okej, e japit parën, dytën e hupi, e kopi Adriani tupin, i bishim, kështë që ma gjujti mu, edhe doshta mi a gju Jarvisit, Amerikanit tën, edhe e mbëllën. Me të anarja ktheva i bishit, ma ktheja i mu, edhe veç thash depërtoj, del ku del. Fatmirësisht, një mund të ënë edhe met e Rizenilaj veç vetë nërkësh, më të ke pak e vërtet, pak adin too good to be true, dhe që dhe më thonë kejt vetë nërkësh, ja gjujta edhe jefi, edhe u gëzum si pak, po shumë shpejt e kanë morë tupin apet dhe kanë sulmu tani në fund e ndalim edhe Plus i kthym mbrojtja, keni prit edhe mundësin tjetër që ka qenë reali për kosh. Po e kena bloku tani në tetimin e fundit, domethënë edhe kur u kry, domethënë një farë zdia zot, domethënë këtë jena shliruar vetëm që domethënë më herë. Çajo kon. Këtë. Prej aspektit trajnerit, trajneri realisht nuk i preferon, nuk i kish preferu që to skenarët më vendos loja në sekundat e fundit besoj. E sidomos mas ose finales parë. Po. Qëre, to bo eksperiencë njët ndodhin këto sene dhe i përgatitesh për gjitha verzionet, po që ka shumë ndryshime me ndodhë mbrenda një lojës në aspektin taktik mas pare, po kom pak vështirë mi konceptu të gjitha dhe mi u adaptu të gjithave në lojë. Të janë njësë fjallem 2 lojtarë që lujnë në trapez shumicën e kohës, Adriani Bishët, bardhe së të ngarkun shumë herët me faula. Patëm një keq kuptim ose një lëshim të vogël prej meje si trener ku nuk e vrejta faulën e tretë bardhe kërë ka bën çelek dytë. Asistenti më tha, të kom të regu, se kom një, whatever. Kur u bue katërta muve që poshtë i bona një gabim shumë madhe, në finale zbohet që ajo. Do ndodhe ajo, disa lojtarëve tjerë patën performancë ma dopt në perimetër, në çelek tretë metën pa qendra, mule me këty ndër mbrojtjen për njerët me dalë në zonë, që aty e shfrytëzon rastin, edhe u kthy loja prej 12 pikëve në -4, duket. Që aty dikon kon. Po, në çelek. Diferenca tani u bë shumë e vogël. 3 ose 4 në çelek. Çelek 4 tek kthym pej 12 po. Nëse një kom fund djemve, para ndeshjes finale në fakt, porën prezant ku më thonë ju jeni ata që fitoni mos pret një gjithçka për trenerit. Treneri ka një 4-5 time out, po ju jeni ata nëse luni bashk, luni pa ego për njëri tjetrin, ju e fitoni lojën. Unë më vesh më me humb lojën. Ndo raste edhe çdo 2 minutat e fundit e kom ditë jam varr për lojtarëve që e kom ditë që kanë më kon që se qesin vetëm para ekipës, për ekipën para vetes, dhe mundu me qëta lojtarë me hinë lojë që më smarë dhejtë ma e keqja. Fatmirësisht, në animoj Zoti edhe në fund mërë të me këthy lojën. Definitivt është të konë stresus, se nuk o mujtë më gëzu mas lojës. Nuk o konë djenë gëzimi. E kom thirë dritë në telefon, thamë pak se kom pa pasëm kalmeta dhe 200 tjera pa i letëzu e stas s'ko mujtë mi qelma. Dohon, këtë rukëtim e bën ma gjek fakti që keni operu, dhe të themi në thojqa në kushte ma të fështira, se nuk e keni pas palestrë, nuk e keni pas venën e juj ku i shdash në undisin në shpe. Sa është e vështirë për ekipin, për basketbolist, kur nuk e kam venën e vetë. Duhet të gjetë alternativa, gjithmonë. Po, nuk e kena pas realisht kushtet ma adekuate na i herë për stërviti, po prapë me qa kena pas, ja kena dollë, adin me qash dhe me thonë, një orë në ditë kena stërvit, po që ato një orë jena mundu me bu matë mirën të në që për dhe trajnjeri e kena pas i më të mu adaptu të në kohën, kështë që abedin shumë shpejt e kena kuptu që qëto janë mundësit edhe duhet me bu matë mirën me qëto që e kena. Dhe ja keni dollë, realisht, po në këtë rast, kur mungon palestra trajner, mungojnë aty fos, që janë te të rëndësishën me një rokëtim si kë. Kena stërvit në salë tjetër, palestër tjetër në falë, kena lujt në palestër tjetër, 17 ndeshë musafir kena lujt. Edhe një ndeshë mritë me bo, me organizu në Kamenis, që është pak ma ofër Gjelanit, që me mujtë marë tifozët, edhe e ke ndeshë musafir, sa asë një stërvitja, sa ato edhe është ndryshe kur një lojtar ushtron me një fush, gjun me një fush,
lund që aty më ndajena, ndryshe kur shtron dikun tjetër, lund dikun tjetër, nuk është një dallim. Kështu që o kon sfida ajo, po janë adaptu. Që ato janë qenë konkurset. E kom pa shumë reagime edhe të tifozëve intelektual, të ata të pjesës futbollit që kanë reaguar me inkuadrimin në Superligë. A keni komuniku mas ndeshjes me tifozët? A keni pas kontakt? Besoj po kryesia klubit ka pas, në stop ka qenë kontakt me ta. Se besoj ka rrit entuziazmi tash për Superligë edhe te ata, se është një skuadër nga Gjilani që do të jetë pjesë e elitës basketbollit të Kosovës. Ne dim shumë mirë sa janë klubet e Gjilanit suksesshëm në futboll, edhe njëjti qëllim është me vazhdu me basketboll, po shpresojmë që palestra ka me qenë gati deri verës, që me mujt me vazhdu atje, me lujt ndeshje musafer. A keni mujt me komuniku me zyrtarët e komunës me ditë parafërsisht për këto më shumë është mirë me pyet kryetarën e klubit, po prej muhabeteve të fundit që i ka me ta, ai domosdoshmë është kontakt me komunën e Gjilanit, edhe ata janë të punu maksimalisht për me arrit që palestra mu hap në kohë gjatë verës, që me mujt më përgatit atje për sezonin vijus. Donat, ti ke qenë edhe pjesë e këgjatë skuadrave të Superligës. Tash kalohet nivel tjetër. Çka realisht i nevojitet dritës për me qëndru te Superliga? Po, a është më e vështirë inkuadrimi a qëndrimi? Më e vështirë qëndrimi definitivisht. Tash për shembull për mendimin tim keqa kena përjetuar në finale, kena me pas çdo javë çat farë barre, çat farë përgjithësie. Kështu që është një sfidë e madhe, por një sfidë shumë një sfidë e mirë që kam ju jap mundësia lejtarëve me kallëzu veten, me kallëzu kush mënet me luajnë çat nivel. Mendoj që ka shumë nevoja, domethënë kryesorja salla, normal, me pas një sallë konstante ku më në mëdhe me ushtru edhe me lujt një të sallë ku kena... Më ambientu me ta. Ku kena support për tifozëve aftun, se vjetë e kena pas veç një loj ku kam mujt me na supportu intelektual. Kështu që ajo është kryesorja, mas për s'dyti normalisht një seleksionim e lejtarëve të hujt, se ata gjithmonë e bëjnë diferencën në Superligë, të pasojnë atë drejta. Edhe tani gjithçka është njëjta filozofi shkon tani edhe në adaptim, domethënë, se kur si dihet çka ka lëndime, çka ka probleme, kështu që lejtarët duhet me konë gojat fort gjatë të sezonit. Mentalisht në sport. Po. Tani sfidë dukshëm ndryshe tash. E përmend edhe ti që pushim te stafi trajnerëve nuk i bën më pas, se tash duhet më angazhu me kompletu ekipin për Superligë. Ne ero bu mirë që do në arritëm qëllimin, po. U inkuadru në Superligë dhe besoj në kohët vem bashkë me kryesin, ata vendosin edhe këqyrim kur janë nisin tek planet, po ne erë për momentin jena në pushim mas kësaj kohë. E ardhmja jote? Mbetet mu diskutu. Edhe për fund, ndoshta veç me marr kanë mendim se pjesë e basketbollit Superligën e përcjellni në bazë të asaj që është zhvilluar deri më tani, kush mendoni që janë favoritët për titull këtë sezon? Unë mendoj që Trepça është ekipi më i mirë në bazë kualitetit, po në play-off as i dihet kur, nuk është veç kualiteti, ajo që të mon është kimia midis lojtarëve, është forcia mentale, kështu që ama për mendimin tim mendoj që Trepça është favorit. Definitivisht Trepça, unë mendoj që është një favorit, që 2 vjet janë kampion, kanë rujt bazën e ekipës, të lojtarëve vendor dhe të stafit trajnerëve që sa vjet. Po nuk besoj që ka më konë tepër lehtë me fitu ligën. Domethënë, shtojnë faktin, mund me pas ndihme që kanë pas gjatë sezonit ndihme. Ko pas kohë Sean Jones është jashtë, Dren Hayrizi është jashtë. Moskov shagabem edhe të mundësi që koni kop, ajo, vi sezonë kalu me konë pak i lëndum, së konë kësijet. Se do që tjetë, nëse janë shëndosh edhe janë në sistem, po, nuk ka konkurencë, po, nëse ndodhë diçka gjatë play-offit, mundëm në ndodhë në i befasit, të shojmë. Nuk ishtë dasht. Bora për shamu kanë zirë këgja probleme si vjetë, edhe kështu? Në basketbol, nëse ki njerës të mençëm që o theqin klubin edhe je stabil financiarisht,
kime pas sukses ato, ka dëshmu klubi basketbollit Bora. Domethënë me një buxhet shumë më të vogël se 4 që jam modhem për gjys ose 4 fesh nëse krahasoj me Yllën edhe çka ku është. Se basketbolli si sport si çdo lami tjetër, si çdo profesion tjetër duhet me pas njerëz të mençëm që kuptojnë atë lami, edhe duhet me pas stabilitet financiar dhe suksesi s'ka me mungu. Kur. Faleminderit për prezencën të dyve. Ju falenderoj shumë. Zbulum detaje interesante rreth rrugtimit juve dhe ju dëshirojmë shumë sukses në Super League, tjetër nivel. Faleminderit shumë. Faleminderit Naim.